Si e kujton Bajramin kur keni qenë fëmijë? Është një ndjenjë jashtëzakonisht e madhe, është një nostalgji që shpeshherë dëshiroj të kthehem në ato vite të fëmijërisë, kur ne jetonim në një lagje afër medresesë, në një rrugicë pothuajse të mbyllur, por shumë e gjatë, dhe kemi qenë si një familje, kemi qenë gjithë fëmijët ndeshëm edhe uronin Bajramin kur ktheheshin prej xhamisë, baballarët tonë. Gjithmonë duke shpresuar të na dhënë ndonjë bombon, ndonjë sheqer ose ndonjë rrobë të re. Dhe kjo ka qenë ai gëzimi më i madh që neve kemi përjetuar. Jemi kënaqur, po, më vonë. Jemi kënaqur me një sheqer, me një bombon që na ka dhënë dikush, edhe ata s'kan hezistuar për këtë çështje. Prandaj i kujtoj me shumë mall. Pastaj kur kemi filluar pak me u rrit, kemi filluar të shkojmë të mësojmë ato hapat e para për xhami, dovët e para që i mësojmë zakonisht kur jemi të vegjël, klasën e parë, dytë dhe të tretë. Domthonë gjithë njerëzit ishin kurreshtar dhe dëshironin të na dhuronin diçka neve si fëmijë. Edhe ne shkonim pastaj për ta ndihmuar, i merrnim peshkirat e xhamisë, i lanim nëpër shtëpia, tepijat e xhamisë me familjet tona, edhe mi rregullu kpucat edhe kontribuojshim pak a shumë në atë madhështinë tonë. Prandaj është një kënaqësi e madhe kur i kujtoj ato kohë të pakthyeshme, di që nuk kthehen, por kujtimet kanë mbetur në mendjen dhe zemrat tona dhe jam shumë krenar që kam pas një fëmijë shumë të lumtur, me prindër të mirë, me një rreth shumë të shëndosh dhe fal asaj edukate, ne do të përpiqem që tek fëmijët tanë, të nipat tanë, të mesat tona ta përcjellim atë mesazhin e një dashurie ndaj njerëzve në përgjithësi.